Ja dhe kryeministri i Shqipërisë që i fshihet qytetarëve dhe i sulmon. Breznë për Europë dhe pastaj vjen këtu. Për çka ka ardhur në parlament? Sepse do votoj ligjin për amnistim, për të nxjerrë të burgosurit nga burgu. Prandaj ka ardhur këtu. Ja dhe kryeministri që i ka dhënë Shqipërisë 3 qeveri të korruptuara, që mbron të korruptuarit nga burgu. Ja ku e keni. Të nderuar qytetarë, ky është ai që u ka vjedhur, që u ka vjedhur të ardhmen, që u ka vjedhur pronat, që ka vjedhur parat që duhet të shkonin në shëndetësi, në arsim, bashkë me Belindën, bashkë me Rion Beliaj. Por tani njerëzit e kanë kuptuar dhe duan fundin tënd, duan dorëheqjen tënde, duan të duan në burg. I ke dëgjuar qytetarët apo jo? Dëgjoj mirë, të duan në burg, sepse i ke vjedhur, janë shqiptarë. Nuk janë iranian, nuk janë serb, nuk janë grek. Janë qytetarë punëtorë dhe të ndershëm. Që din të ndajnë të keqen nga i mira, jo si puna jote. Që nuk ke moral, nuk ke parime, për ty pushteti është gjithçka. Nuk ka asnjë rëndësi, nuk ka të mirë, nuk ka të keqe, nuk ka të drejtë, nuk ka të gabuar. Çdo gjë mund ta bësh. Kjo është diferenca. Dhe qytetarët duan një Shqipëri ndryshe. Nuk duan më Shqipërinë tënde. Shqipëria do i kthehet shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria do ju kthehet shqiptarëve, prandaj kanë dalë. Prandaj kanë 18 vite protestojnë, edhe në këtë moment. Ja ku e keni. Ja ku e keni. Nuk është burr të japi dorëheqje. Nuk është burr të shkojë në zgjedhjet para kohës. Di vetëm të kërcënoj. Dhe doli boja, u pasurove në kurisë të qytetarëve, bodhe popullin më të varfër në Europë. Je banal dhe qesharak. Lëre Parti Socialiste fol për çka ke vjedhur. Fol për Belindën. Hajde në zgjedhje, pse del në zgjedhje? Në gjithë botën kërkojnë dorëheqjen tënde. Në gjithë botën, i ke parë shqiptarët. I ke parë sa të vendosur janë. Ore të duan në burg. E mendojnë ndonjëherë se do të nxirrin para drejtësisë. Mendojnë ndonjëherë. E kishe menduar ndonjëherë? Jo, se po ta kishe menduar, s'do kishe bërë atë që bëre. Po. S'do vesh ti. E i paprekshëm ti. Po për çfarë ke vjedhur? Se Belinda i ka vjedhur ato para vetëm, ti se di. Jo, po ti s'dije gjë për Belindën. Ti nuk dije gjë për Beliajin. Ti nuk dije gjë për Beqajin. Ti nuk di asgjë. Ti s'di asgjë, ti je viktim, u i shkreti ti. Po të pas kemi rënë në qafë. Do ikësh si çdo autokrat banal që ka parë ky vend. Çka ikush do autokrat në burg. Do ikësh. Edhe ju rryen madje. Edhe ju rryen. Do përfundosh në burg. Do japësh llogari, ta dish. Do japësh llogari qytetarëve, ta dish. Si e ka ta ndisë parlamenti, shiko. Fillojmë procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Ju lutem votoni prezencën. Zoti Sheaj, qetësi, mos merrni avantazhin e timbrit, ja u kam thënë, gjithë ditën sot. Votoni ju lutem prezencën. Prezencën ju lutem. Ju lutem. 3 qeveritje sipas neni 64 për zotin Sheaj. Votoni ju lutem. Mbyllet votimi për prezencën. 84 deputet prezent. Fillojmë votimin e akteve. Vërejtje për zotin Sheaj. Vërejtja e dytë për zotin Sheaj. Vërejtja e dytë për zotin Sheaj sipas neni 64. Fillojmë votimin e akteve. Pika e parë, projekt ligj për dhënie amnistie. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Zoti Sheaj, ju lutem vazhdoni votimin. Zoti Sheaj, mos pengoni votimin.
Ju lutem vazhdoni votimin. Meri masat, vazhdo masat për ato se u zëtë. Vazhdoni votimin, ju lutem. Zoti Sheaj, neni 65, përjashtoheni nga seanca plenare. Përjashtoheni nga seanca plenare, në linit vazhdojmë seancën. Jeni të përjashtuar sipas neni 65 nga seanca plenare. Vazhdoni në obor me TikTok-un tua, ju lutem. Jo këtu, mos na shqetësoni ne. Flisni me audiencën në obor. Te obori. Te lulishtja. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligj janë paraqitur amendamente nga deputetja Jorita Tabaku, Bujar Leska dhe Fidel Kreka. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1, pro kundër abstenim, ju lutem votoni me karton. Pro kundër abstenim miratohet. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 4 në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e deputetes Jorita Tabaku. Në nenin 4 jeni përjashtuar nga seanca, mos vazhdonim te, ju lutem. Jeni përjashtuar. Nuk ju pranoj në proteste edhe nëse bërtisni, ju lutem tani dilni jashtë. Neni 4.1 Gërma Dh, hiqen nenet 119 dhe 120. Në bazë të nenit 75.3 e rregullores, autori amendament ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Me elektronik, ju lutem. Me elektronik. Sa vota duhet? Ajo. Sa veta janë? Atëre, 24. po, mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 84 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin me karton të nenit 4. Neni 4 me karton, ju lutem. Pro, kundër, abstenim. Votoni, ju lutem, me karton. Neni 4. Pro, kundër. Miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 5, në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentet e deputetes Jorita Tabaku dhe Bujar Leskaj dhe Fidel Kreka. Fillojmë me amendamentin e zonjës Jorita Tabaku. Në nenin 5.1 Gërma A shpreha 1 vit e gjysmë zvendësohet me 2 vjet, ndërsa në gërmën B shpreha 1 vit zvendësohet me 1 vit e gjysmë. Akti shëmtuar është kjo që bën ju, zoti Sheha, jeni të përjashtuar nga seanca. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejt paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zonja Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Me elektronik, ju lutem. Mbyllet votimi. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundra, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë amendamentin e deputetëve Bujar Leska e Fidel Kreka.
Në nenin 5.1 bëhen këto ndryshime, gërma A nga 1 vit e gjysmë për personat e dënuar vlerësohet me 2 vjet e gjysmë dhe gërma B shpreha 1 vit për personat e dënuar burra. Atëherë në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Bujar Leska dhe zoti Kreka nuk janë në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin me karton të nenit 5. Neni 5 me karton, ju lutem, pro, kundër, abstenim. Neni 5 me karton, pro, kundër, abstenim. Miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 6, në bazë të nenit 76 të rregullores, do të votojmë amendamentin e deputetit Sjorita Tabakun, nenin 6.1 hiqe nenet 119 dhe 120. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejt paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zëna Tabaku nuk ndodhet në sallë. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Votoni lutem elektronik, mbyllet votimi, 0 vota pro, 0 abstenim, 83 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin e karton, neni 6, pro, kundër, abstenim, ju lutem votoni, neni 6, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit ditës, projekt ligji për ca ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 8378, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës Shqipërisë të ndryshuar, nis me Këshillit të Ministrave. Ky akt kërkon shumicë cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur, procedura e votimit, 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligj janë paraqitur amendamente nga deputetët Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Për mbajtjen e amendamenteve mund ta gjeni në sistem në sallë. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1, pro, kundër, abstenim, votoni lutem, miratohet. Neni 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim, miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 4, në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentet e deputetëve Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Amendamenti i parë, para nenit 4 shtohet një nen i ri i cili merr numrin 4 me këtë përmbajtje dhe nenën vim rinumërtohet. Neni 4. Nenin 115 fraksion 1. Pas pikës 10 shtohet pika 10.1 me përmbajtje sim poshtë. 10.1 drejtuesit. Pas legjislacionit penal në fuqi, i shtyhet për një periudhë për një vit e drejta për të pajisur me lejë drejtimi pranë sistemit autoshkollave si masë administrative ndëshkuese. Kur drejtuesi i mjetit është i mitur, afati për të pajisur me leje drejtimi pranë sistemit autoshkollave shtyhet për një periudhë 2 vjeçare nga momenti kur lind kjo e drejtë sipas legjislacionit në fuqi. Organet e policisë së shtetit dhe drejtoria e përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor kujdesen për evidentimin e kundërvajzëve dhe kryerjen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Manja, zoti Braçe. Dakord. Dakord. Është edhe
Të gjitha amendamentet që kemi propozuar së bashku me kolegen Brashe janë konsultuar me Ministrinë përkatëse dhe kemi dakordsi për të gjitha amendamentet që kemi propozuar me përjashtim të një gërme tek neni 5 që kur të vi radha do ta marr fjalën. Okej. Atëherë edhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Çfarë ke këtë fjalor? Zoti Sheaj, jeni pa të drejtë fjale, jeni të përjashtuar. Edhe po ndotni këtë sallë me fjalorin tuaj. Edhe po jepni shembullin më të keq për ata të cilëve ju drejtoheni përmes TikTok-ut tuaj. Hedhim në votim amendamentin, hapet votim me elektronik. Pra, votoni. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet amendamenti. Vazhdojmë me votimet e amendamentit 2 deputetëve. Pas nenit 4 që miratuam, shtohet një nen i ri i cili merr numrin 5, me këtë përmbajtje dhe nenet në vijim rinumërtohen. Neni 5, në nenin 117 fraksion 1, pas pikës 4 shtohet pika 5 me përmbajtje sim poshtë 5. Drejtues të mjeteve të cilët janë pajisur me leje drejtimit të kategorisë B, brenda 24 muajve të fundit i nështrohen këtyre kufizimeve të posaçme. Pika A, kufiri i lejuar i alkoolit në gjak është 0.0%. Pika B, shpejtësia maksimale lejuar është 90 km/h në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore, si dhe 80 km/h jashtë qendrave të banuara. Pika C, po, zoti Manja? Zoti Shesh, shpërndani pak nga pjesën me zotin Kapri, ju lutem. Zoti kryetar, pikën C të nenit 5, ne tërhiqemi nga pika C e këtij neni, pasi në dakordsi dhe me ministrinë, është në përputhje me direktivën kjo që ne kemi parashikuar, por nuk ka për momentin mekanizëm zbatimi të pikës C në lidhje me këtë që kemi kërkuar tek neni 5. Në këto kushte ne tërhiqemi nga pika C, po vetëm nga pika C e këtij neni. Dakord. Atëherë vazhdojmë me pikën C, mos respektimi i kufizimeve të përcaktuara në këtë pikë. Merret masa plotësuese pezullimit të lejes drejtimit për 1 muaj dhe heqja e pikëve sipas përcaktimeve të akteve nënligjore në fuqi. Pika D, pas përfundimit të periudhës së provës prej 24 muajsh pa shkelje, kufizimet hiqen automatikisht. Për drejtues të mjeteve të cilët gjatë 1 viti konstatohet se kanë kryer 2 shkelje të normave të sjelljes ose të kufizimeve të përcaktuara në këtë pikë, si dhe u janë hequr të paktën në 10 pikë, periudha e kufizimeve zgjatet edhe me 1 vit. Në bazë të 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka të drejtë ta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Manja, zoti Braçe? Po, fjalë atëherë edhim në votim amendamentin me ndryshimet e propozuara, hapet votimi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet amendamenti me ndryshimin e propozuar të pikës C, nga e cila propozuesit u tërhoqën. Vazhdojmë me votimin e amendamentit të tretë të deputetëve. Pas nenit 5 që miratuam, shtohet një nen i ri, i cili merr numrin 6 me këtë përmbajtje dhe nenet në vijim rinumërtohen. Neni 6. Në nenin 127.31 bë ndryshimi si poshtë. Pas të fjalësit shkelur, hiqet fjalia i njëjti rregull aplikohet edhe për lejet e drejtimit të lëshuara nga shteti shqiptar në rastin kur kundërvajtësi jep pëlqimin. Në bazë të 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejt ta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Po, zoti Manja? Në fakt shumë shkurt për ndryshimin që propozohet në nenin 127.31 të kodit rrugor, ndoshta është nga ndryshimet e rëndësishme që paraqesim. Pas tyre ndryshime dhe pas hyrjes fuqit të ndryshimi, nuk ekziston më mundësia e konvertimit
të masës së kundravajtjes pezullimit lejes drejtimit me dy fishin e gjobës për drejtuesit me leje shqiptare. Ky rregull mbetet vetëm për ata drejtues mjetësh që janë pajisur me një leje drejtimi të çuar nga një autoritet i huaj. Okej, faleminderit. Atëherë hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Votoni lutem elektronik. Votoni lutem, mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet amendamenti. Vazhdojmë me votimin e amendamentit të 4 deputetëve, pas nenit 6 që miratuam. Shtohet një neni ri i cili merr numër 7 me këtë përmbajtje dhe nenën të vijim rinumërtohen. Neni 7, neni 139 bëhen këto ndryshime në pikën 5 pas tokfjalshit shpejtësisht tohen fjalët duke sjellë rrezik. Serios për përdoruesit e rrugës, sidomos në zonat urbane, përfshi manovrat agresive, ndryshimet e shpeshta të korsisë pas sinjalizim dhe sjelljet jo sociale në rrugë. Në pikën 7 bëhen ndryshimi si poshtë, pas tokfjalshit tërheqëse, hiqet fjalët të barës dhe të shalës. Në pikën 8 bëhen ndryshimi si poshtë, masa e gjobës nga 10.000 deri në 40.000 lekë bëhet nga 20.000 deri në 60.000 lekë. Në bazën e 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejta paraqesat të për jo më shumë se 7 minuta. Vazhdojmë, po, zoti Maja, vazhdojmë me votimin, hidhet në votim amendamenti. Votoni ju lutem. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet amendamenti, vazhdojmë me votimin me rinumërtimit bëhet neni 8. Neni 8, votoni lutem me karton, pro kundër abstenim. Me karton ju lutem, pro kundër abstenim. Miratohet. Para se të fillojmë votimin e nenit 5, projekt ligjit në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë dy amendamente të deputetëve Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Para nenit 5 të projekt ligjit shtohet një nen i ri i cili pas rinumërtimit merr nenin 9 me këtë përmbajtje dhe nen në vijim rinumërtohen. Neni 9, titulli nenin 171 ndryshohet nga përdorimi i syzeve optike dhe i aparateve tjera gjatë drejtimit të mjetit në përdorimi i aparateve telefonike dhe i pajisjeve digjitale të komunikimit, i syzeve optike dhe i pajisjeve të tjera gjatë drejtimit të mjetit. Në nenin 171 pas pikës 2 shtohet pika 21 dhe 22. Me këtë përmbajtje, pika 21 ndalohet gjithashtu përdorimi i telefonit celular të mbajtur me dorë gjatë drejtimit të mjeteve të tjera, përfshi biçikletat, automjetet deri në 50 cc dhe monopatinat me motor. Pika 22 mbajtësi i leje drejtimit të mjetit, të cilit gjatë lëshimit ose rinovimit të leje drejtimit i është vendosur kushti për korrigjimin e të metave përmjet syzeve optike ose aparateve tjera të caktuara, është i detyruar të përdor ato gjatë drejtimit të mjetit. Zoti Kapri, merrni pak ngarkesë, zoti Kapri. Shpërndajeni pa ngarkesën, lutem. Në pikën 4 pas tokfjalshit neni, fjalët 3 herë brenda të njëjtit vit zvendësohen me fjalët 2 herë brenda të njëjtit vit. Në bazë të nenin 75, pika 3 rregullores, autori i amendamentit ka drejtë të paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Majin, zoti Braçe, po, kalojmë në votim atëherë. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Hapet votimi me elektronik. Votoni ju lutem. Mbyllet votimi. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet amendamenti. Vazhdojmë me votimin e amendamentit të dytë të deputetëve. Pas nenit 9 që miratuam, shtohet një nen i ri i cili merr në numrin 10. Me këtë përmbajtje dhe nenën të vijim rinumërtohen. Neni 10 në nenin 184 pas nenit 11 shtohet pika 11.1 me këtë përmbajtje 11.1, kur nga verifikimet e parashikuara në pikat e këtij neni rezulton një vlerë alkolike më e lartë se 0.5 gram për litër në gjakun e drejtuesit të mjetit dhe ky drejtues është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dhëur. Në rast përsëritje merret masa e heqjes së lejës drejtimit përgjithmonë. Në bazë të nenit 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka drejta paraqesë
kryetar, ndryshimet që ne propozojmë në nenin 10, heqa përgjithmone patentës për recidivistët, është përputhje me direktivën 2626 të KS, e cila u lejon shteteve masa plotësuese ndaj drejtuesve recidivist. Edhe ky nen është i dakordsuar plotësisht me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kalojmë në votim. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet amendamenti. Vazhdojmë me votimin me karton të nenit 5 të projektligjit paraqitur, që pas rinumërtimit bëhet neni 11 dhe neni 6 që pas rinumërtimit bëhet neni 12. Neni 11 pro kundër abstenim me karton, ju lutem. Pro kundër abstenim. Miratohet. Neni 12 pro kundër abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. Miratohet në tërësi projekt ligji. Pika 3. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 8378, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, nisma e deputetit Kliti Hoti. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit një votim me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Me elektronik, ju lutem. Mbyllet votimi. Një vot pro, 0 abstenim, 83 kundër. Projekt ligji nuk miratohet në parim. Pika e 4. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër shqyr mbaroj bateria 8378, datë 22/7/1998, Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë ndryshuar, nisma e deputetit Erald Kapri. Ky akt elektronik. Hapet votimin në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 81 kundër. Projekt ligji nuk miratohet në parim. Pika 5. Projekt ligji për sektorin e energjisë elektrike. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Me karton, ju lutem. Neni 1 pro kundër abstenim miratohet. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim miratohet. Neni 4 Neni 7 pro kundër abstenim miratohet, neni 8 pro kundër abstenim miratohet, neni 9 pro kundër abstenim miratohet, neni 10 pro kundër abstenim miratohet, neni 11 pro kundër abstenim miratohet, neni 12 pro kundër abstenim miratohet, neni 13 pro kundër abstenim miratohet, neni 14 pro kundër abstenim miratohet, neni 15 pro kundër abstenim miratohet, neni 16 pro kundër abstenim miratohet, neni 17 pro kundër abstenim miratohet, neni 18 pro kundër abstenim miratohet, neni 19 pro kundër abstenim miratohet, neni 20 pro kundër abstenim miratohet, neni 21 pro kundër abstenim miratohet, neni 22 pro kundër abstenim miratohet, neni 23 pro kundër abstenim miratohet, neni 24 pro kundër abstenim miratohet, neni 25 pro kundër abstenim miratohet, neni 26 pro kundër abstenim miratohet, neni 27 pro kundër abstenim miratohet, neni 28 pro kundër abstenim miratohet, neni 29 pro kundër abstenim miratohet, neni 30 pro kundër abstenim miratohet, neni 31 pro kundër abstenim miratohet, neni 32 pro kundër abstenim miratohet, neni 33 pro kundër abstenim miratohet, neni 34 pro kundër abstenim miratohet, neni 35 pro kundër abstenim miratohet, neni 36 pro kundër abstenim miratohet, neni 37 pro kundër abstenim miratohet, neni 38 pro kundër abstenim miratohet, neni 39 pro kundër abstenim miratohet, neni 40
pro kundër abstenim miratohet. Neni 41 pro kundër abstenim miratohet. Neni 42 pro kundër abstenim miratohet. Neni 43 pro kundër abstenim miratohet. Neni 44 pro kundër abstenim miratohet. Neni 45 pro kundër abstenim miratohet. Neni 46 pro kundër abstenim miratohet. Neni 47 pro kundër abstenim miratohet. Pro kundër abstenim miratohet, neni 51 pro kundër abstenim miratohet, neni 52 pro kundër abstenim miratohet, neni 53 pro kundër abstenim miratohet, neni 54 pro kundër abstenim miratohet, neni 55 pro kundër abstenim miratohet, neni 56 pro kundër abstenim miratohet, neni 57 pro kundër abstenim miratohet, neni 58 pro kundër abstenim miratohet, neni 59 pro kundër abstenim miratohet, neni 60 pro kundër abstenim miratohet, neni 61 pro kundër abstenim miratohet, neni 62 pro kundër abstenim miratohet, neni 63 pro kundër abstenim miratohet, neni 64 pro kundër abstenim miratohet, neni 65 pro kundër abstenim miratohet, neni 66 pro kundër abstenim miratohet, neni 67 pro kundër abstenim miratohet, neni 68 pro kundër abstenim miratohet, neni 69 pro kundër abstenim miratohet, neni 70 pro kundër abstenim miratohet, neni 71 pro kundër abstenim miratohet, neni 72 pro kundër abstenim miratohet, neni 73 pro kundër abstenim miratohet, neni 74 pro kundër abstenim miratohet, neni 75 pro kundër abstenim miratohet, neni 76 pro kundër abstenim miratohet, neni 77 pro kundër abstenim miratohet, neni 78 pro kundër abstenim miratohet, neni 79 pro kundër abstenim miratohet, neni 80 pro kundër abstenim miratohet, neni 81 pro kundër 84 pro kundër abstenim miratohet, neni 85 pro kundër abstenim miratohet, neni 86 pro kundër abstenim miratohet, neni 87 pro kundër abstenim miratohet, neni 88 pro kundër abstenim miratohet, neni 89 pro kundër abstenim miratohet, neni 90 pro kundër abstenim miratohet, neni 91 pro kundër abstenim miratohet, neni 92 pro kundër abstenim miratohet, neni 93 pro kundër abstenim miratohet, neni 94 pro kundër abstenim miratohet, neni 95 pro kundër abstenim miratohet, neni 96 pro kundër abstenim miratohet, neni 97 pro kundër abstenim miratohet, neni 98 pro kundër abstenim miratohet, neni 99 pro kundër abstenim miratohet, neni 100 pro kundër abstenim miratohet, neni 101 pro kundër abstenim miratohet, neni 102 pro kundër abstenim miratohet, neni 103 pro kundër abstenim miratohet, neni 104 pro kundër abstenim miratohet, neni 105 pro kundër abstenim miratohet, neni 106 pro kundër abstenim miratohet, neni 107 pro kundër abstenim miratohet, neni 108 pro kundër abstenim miratohet, neni 109 pro kundër abstenim miratohet, neni 110 pro kundër abstenim miratohet, neni 111 pro kundër abstenim miratohet, neni 112 pro kundër abstenim miratohet, neni 113 pro kundër abstenim miratohet, neni 114 pro kundër abstenim miratohet, neni 115 pro kundër abstenim miratohet, neni 116 pro kundër abstenim miratohet, neni 117 pro kundër abstenim miratohet, neni 118 pro kundër abstenim miratohet, neni 119 pro kundër abstenim miratohet, neni 120 pro kundër abstenim miratohet, neni 121 pro kundër abstenim miratohet, neni 122 pro kundër abstenim miratohet, neni 123 pro kundër abstenim miratohet, neni 124 pro kundër abstenim miratohet, neni 125 pro kundër abstenim miratohet, neni 126 pro kundër abstenim miratohet, neni 127 pro kundër abstenim miratohet, 10 pro kundër abstenim miratohet, neni 131 pro kundër abstenim miratohet, neni 132 pro kundër abstenim miratohet, neni 133 pro kundër abstenim miratohet, neni 134 pro kundër abstenim miratohet, neni 135 pro kundër abstenim miratohet, neni 136 pro kundër abstenim miratohet, neni 137 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimi në tërësi me elektronik. Votoni ju lutem me elektronik. Votoni ju lutem me elektronik. Mbyllet votimi në tërësi, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet edhe në tërësi projekt ligji. Kalojmë pika 6 të rendit ditës për informacionin elektronik të transportit të mallrave. Ky akt kërkon shumicë të thjesht votash për miratim, votimi është i hapur. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Votoni me karton, ju lutem.
me karton pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet, neni 3 pro kundër abstenim miratohet, neni 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 5 pro kundër abstenim miratohet, neni 6 pro kundër abstenim miratohet, neni 7 pro kundër abstenim miratohet, neni 8 pro kundër abstenim miratohet, neni 9 pro kundër abstenim miratohet, neni 10 pro kundër abstenim miratohet, neni 11 pro kundër abstenim miratohet, neni 12 pro kundër abstenim miratohet, neni 13 pro kundër abstenim miratohet, neni 14 pro kundër abstenim miratohet, neni 15 pro kundër abstenim miratohet, neni 16 pro kundër abstenim miratohet, neni 17 pro kundër abstenim miratohet, kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi në tërësi, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Pika 7, projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 7703, datë 11/5/1993, për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, nisma e deputetes Jorita Tabaku, kjo kërkon shumicë të thjeshtë, të thjeshtë votash për miratim, votimi është i hapur, procedura e votimit një votim me elektronik, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 80 kundër, projekt ligji nuk miratohet në parim. Kalojmë te pika 8 e rendititës, projekt vendimi për miratimin e planit strategjik të Kuvendit të Shqipërisë 2026-2030. Ky kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 82 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, projekt vendimi miratohet. Pika 9, projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për auditimin e sektorit publik. Fusha e veprimtarisë në komisionit përfshin ndjekjen e zbatimit buxhetit shtetit gjatë vitit buxhetor, performancën e treguesve programet buxhetore, duke marrë informacion nga Ministria e Financave, Ministria e Qeverisë së Përgjithshme. Pika B, veprimtarisë ekonomike të institucioneve të qeverisë qendrore, organeve të pushtetit vendor, dhe pikat e tjera të cilat i keni në sistem. Në komisioni përbëhet nga 7 antarë si poshtë, zoti Igli Cara kryetar nga Partia Demokratike, zonja Antoneta Dhima nën kryetare nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Ermali Lezi antar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Andi Qose, zonja Zamira Sinaj, zoti Sajmir Hasalla, zoti Besar Xhaferi, zonja Elda Hoti, zonja Ledina Alolli. Antarë zëvendësues, zoti Onit Bejleri dhe zoti Xhelal Mziu. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi miratohet. Kalojmë te pika 10, projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për administratën publike. Ngritja e këtij nënkomisioni për administratën publike do të jetë në përbërje të komisionit për çështjet ligjore të administratën publike. Fushën e përgjegjësisë e keni në sistem. Përmbajtja është 1 zoti Ermal Pacaj, kryetar, zoti Kapri, ju lutem, zoti Kapri, zoti Ermal Pacaj, kryetar, zonja Aulona Bylykbashi, zoti Olsi Komici, zoti Gens Razimiri, zoti Sajmir Koreshi, zoti Tedi Blushi, zoti Tedi Mula, janë antar zëvendësues, zoti Erio Mile dhe zoti Arjan Ndoja. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Votoni, ju lutem.
Mbyllet votimi, 75 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Projekt vendimi miratohet. Pika 11. Uluni, ju lutem, uluni. Ama ky është qëllimi të bënit muhabet. Ja arritët suksese. Projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për zhvillim të qëndrueshëm në përbërjet komisionit për burime natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm, ngritja e nënkomisionit për zhvillim qëndrueshëm për përbërjet komisionit për erëshëm parlamentar, burime natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm, fusha e përgjegjësisë këtij komisioni, zhvillimi ekonomik dhe social, rritja ekonomike e qëndrueshme, realizimi i objektivave zhvillim qëndrueshëm dhe agenda 2030 e OKB-s. Nën komisioni përbën nga 7 antarë si në poshtë, zonja Ilva Gjuzi, kryetare, zoti Blendi Himçi, zëvendës kryetar, zonja Besa Spao, zoti Klevis Jahaj, zonja Bora Muzhaqi, zonja Klodiana Çapja, zoti Kliti Hoti, antar zëvendësues zonja Antonita Dima. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura votimi një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Hapet votimi, vazhdon votimi. Yes. Mbyllet votimi. 52 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Projekt vendimi miratohet. Pika 12. Projekt vendimi për ngritjen e nënkomisioneve pranë Komisionit Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillim Rural në mbështetje në 78 kushtetues dhe në 19.2 e 55 rregullores, ku vendi propozon ngritjen e 3 nënkomisioneve pranë Komisionit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillim Rural, në Komisionin për mbështetjen financiare të bujqësisë, në Komisionin për ushqimin, në Komisionin për infrastrukturën dhe zhvillimin rural. Fusha e përgjegjësisë, kryesia dhe antarësia në komisionet do të caktohen me vendim kuvendi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 13. Projekt vendim për ngritjen e komisionit për integritetin e informacionit publik, dezinformimit dhe ndërhyrjet e huaja në përbërjet të Komisionit për të drejtat njeriu dhe mjetet e informimit publik, ngritjen e nënkomisionit për integritetin e informacionit publik, dezinformimit dhe ndërhyrjet e huaja në përbërjet të Komisionit për drejtat njeriu dhe mjetet e informimit publik. Fusha e përgjegjësisë në komisionit do të mbrojtjen e proceseve demokratike dhe integritetit informacionit publik, lirinë e medias, si dhe politikat, mekanizmat institucional dhe zhvillime teknologjike që ndikojnë mjedisin informativ dhe digital. Komisioni përbëhet nga 5 antarë, si më poshtë, zonja Iris Luarasi, kryetare, zoti Agron Gjekmarkaj, zëvendës kryetar, zoti Ardit Bido, zoti Arbian Mazniku, zonja Greta Bardeli, antar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Këtu mbyllet